varet që nga përditshmëria e njerëzve. Si ta bësh qytetin më të jetueshëm, si ta bësh qytetin më të gëzueshëm, si të mund të ndërtojnë familjet kujtime. Dhe besoj që ajo që më bën ta dua punën time, të gjitha punët. Kam besoj një prej pikave të dobta mund ta konsiderosh që unë dashurohem me punën që bëj, pavarësisht çfarë detyre mbaj. Pra, futem me tëra dhe përfshihem në punë. Dhe ju a kam thënë dhe ju, për mua nuk ka rëndësi as pozicioni, as karrika, nuk ka rëndësi fare ku jam në skuadër, për mua ka rëndësi kontributi. Dhe për mua ka rëndësi që secili në njësinë e kohës që është dhënë për të kontribuar, të bëj më të mirën e vet. Të japi më të mirën nga vetja. Skuadra ka rëndësi, suksesi është i skuadrës, nuk mund të jetë i njeriut. Patjetër që në një detyrë caktuar është dikush që udhëheq, është dikush që është si në një skuadër në sport, edhe unë nga sporti fillova të kuptoj edhe më shumë në detyrën që mbajta, po është fiksi në sport. Ka kush mbron, ka kush sulmon, ka kush bën strategjinë dhe secili duhet të jetë në pozicionin e vet për të bërë atë që i është dhënë për të bërë. Historia ime